Në rregull, le të zhytemi drejt për drejt në këtë temë. Kjo është një analizë e thelluar ku do të zbërthem disa nga konceptet më magjepse të ekonomiksit. Do të ndërtojmë një makineri të vërtet ekonomike nga e para për të kuptuar se si lëvizin çmimet, si merren vendimet dhe në fund fare, si mund ta dimë nëse një treg po funksionon vërtet në mënyrën më të mirë të mundshme. Është një udhtim logjik që e kthen teorinë komplekse në një strukturë të qartë, të cilën mund ta shohim çdo ditë rreth nesh. E gjithë kjo analizë mbështetet plotësisht në kornizën e shkëlqyer të ligjëratës së profesor Nexhat Shkodrës. Përmes këtij shtjellimi, do të demistifikojmë modelet ekonomike duke përdorur një mikrokozmos që është i jashtëzakonisht praktik, tregun e apartamenteve në një qytet universitar. Është një skenar i përditshëm apo jo? Përmban brenda tij gjithë mekanizmat më të thellë të ekonomisë. Për ta mbajtur këtë shpjegim sa më të rrjedhshëm, udhëtimi do të ndjek këta 6 hapa. Fillojmë me modelin e tregut, kalojmë te kërkesa dhe oferta, më pas shohim ekuilibrin e tregut, e testojmë makinerinë përmes statikës krahasuese, eksplorojmë alokimet alternative dhe në fund e vlerësojmë të gjithën me atë që quhet eficienca Pareto. Le të fillojmë. Hapi i parë, modeli i tregut, ose ndryshe, vendosja e rregullave të lojës. Çdo analizë ekonomike kërkon ca kufi të qartë. Për këtë skenar, le të imagjinojmë një qytet me 2 zona kryesore. Apartamentet shumë të dëshiruara në unazën e brendshme pranë universitetit dhe alternativat më pak të preferuara në unazën e jashtme që kërkojnë udhtim me autobus. Për të bërë që kjo makineri të funksionojë në mënyrë perfekte, duhet ta thjeshtojmë realitetin. Siç theksohet nga profesor Shkodra, detajet e panevojshme i lëmë mënjan. Fokusi mbetet vetëm tek unaza e brendshme. Çelësi këtu është një supozim thelbësor. Të gjitha këto apartamente supozohen të jenë absolutisht identike, ndërkohë unaza jashtme shërben thjesht si një rrjet sigurie, një plan B për ata që nuk arrin të sigurojnë një vend në qendër. Ajo që e bën këtë situatë kaq dinamike është përplasja ose më saktë vallëzimi mes 2 parimeve masive. Nga njëra anë kemi optimizimin. Njerëzit instinktivisht duan opsionin absolutisht më të mirë që mund të sigurojnë. Nga ana tjetër, kemi ekuilibrin, forca e pashmangshme e tregut, ku çmimet ndryshojnë dhe përshtaten vazhdimisht, derisa numri atyre që kërkojnë të barazohet saktësisht me atë çfarë ofrohet. Është një tërheqje e vazhdueshme. Seksioni i dytë, kërkesa dhe oferta. Këtu hyn në skenë aktorët tanë kryesor. Kemi blerësit, pra studentët që kërkojnë qira, dhe shitësit, pra qiradhënësit. Për të matur kërkesën nga ana e studentëve përdoret një term thelbësor, çmimi rezerv. E thënë thjesht, kjo nuk është ajo që studenti ka dëshirë të paguajë. Të gjithë do të donim të paguanim 0. Ky është saktësisht limiti maksimal, pragu i fundit absolut financiar që një person mund ta harxojë para se të thotë nuk ja dal dot, por shkoj në unazën e jashtme. Le ta shohim këto me numra, pasi logjika bëhet e kristalte. Nëse çmimi është 500 euro, ndoshta vetëm një person e ka buxhetin për të. Por sapo çmimi zbret në 490 euro, hop, hyn në lojë një person i dytë. Në 480 euro, bëhen 3. Kjo krijon atë që ekonomistët e quajnë një pirësi negative. Sa më shumë ulet çmimi, aq më tepër njerëz kanë mundësi të hyjnë në treg. Kalojmë tek oferta, te pronarët. Ky model presupozon informacion të plotë dhe konkurrencë të lartë, por thelbi qëndron te koha. Ne po flasim për një kornizë afat shkurtër. Pse është kjo jetike? Sepse pallatet nuk mund të ndërtohen brenda natës. Sado që të rritet çmimi, sado kërkesë të ketë, oferta e apartamenteve në qendër në afat të shkurtër është plotësisht fikse, blok. Kemi kërkesën, kemi ofertën fikse. Tani vjen hapi i tretë, ekuilibri i tregut. Ky është ai momenti kur forcat përplasen dhe gjejnë një harmoni pa fërkime. Këtu ndodh magjia e modelit. Ekuilibri, që shpesh shënohet me një p me ryll, është pika perfekte. Është fiksa i çmim ku numri atyre që janë të gatshëm të paguajnë përputhet milimetrikisht me apartamentet ekzistuese. Kur tregu arrin këtu, nuk ka asnjë arsye që dikush të ndryshojë sjelljen. Të gjithë ata që paguajnë atë çmim marrin saktësisht një apartament pranë universitetit. Dhe thelbi i kësaj makinerie është vetë korrigjimi, është si një magnet. Nëse pronarët e rrisin çmimin mbi ekuilibër, mbeten me apartamente bosh dhe detyrohen ta ulin atë. E kundërta, nëse çmimi është nën ekuilibër, shumë studentë mbeten jashtë dhe fillojë një luftë ofertash për t'i marrë, çka e shtyn çmimin sërish lart.
Magneti e tërheq gjithmonë drejt qendrës. Pjesa e 4, statika krahasuese. Ose thënë më thjesht, testimi i stresit të makinerisë son ekonomike kur përballet me ngjarje reale. Le të analizohet pak kjo. Modelet janë të dobishme vetëm atëherë kur mund të parashikojnë ndryshime, apo jo? Çfarë ndodh kur ekuilibri prishet papritur nga një ngjarje e jashtme? Le të shohim 3 skenari interesant. Skenari i parë, rritet oferta e përgjithshme e apartamenteve. Thjesht fare, më shumë apartamente, kërkesa e njëjtë, çmimi bie. Skenari i dytë është vërtet genial. Një pronar ushet 10 apartamente atyre që tashmë jetojnë aty me qyra. Çfarë ndodh? Oferta bie me 10, por edhe kërkesa bie me 10. Rezultati është që çmimi ekuilibrues nuk lëviz fare. Skenari i tretë, qeveria vendos një taks prej 50 euro. Meqense jemi në afat shkurtër dhe oferta është plotësisht e bllokuar, pronarët nuk munden ta ulin ofertën për të rritur çmimet. Kështu që, në këtë model klasik, këtë taks e përtith tërësisht pronari. Megjithatë, tregu i lirë nuk është i vetmi lojtor në qytet. Çfarë ndodh nëse ndryshojmë rregullat themelore? Kjo na çon te hapi i 5, alokimet alternative. Kjo ilustron në mënyrë perfekte ndikimin e fukis. Le të imagjinojmë një monopolist diskriminues, i cili e di çmimin rezerv të secilit dhe bën një ankan specifik. Të gjitha apartamentet jepen njësoj si në tregun e lirë, por monopolisti i merr të gjitha paratë e mundshme. Por te tij kemi monopolistin e zakonshëm. Ai mund të vendos vetëm një çmim fiks për të gjithë. Kështu që, për të maksimizuar të ardhurat, ai vendos një çmim aq të lartë sa disa apartamente preferon t'i lërë plotësisht të zbrazta. E njëjta pron, rregulla të ndryshme, rezultate tërësisht të tjera. Një tjetër mundësi është ndërhyrja përmes kontrollit të qiras, ku qeveria vendos një çmim tavan nën atë të ekuilibrit. Matematikisht kjo garanton aty për aty një tepric në kërkesë. Ka shumë më tepër studentë që e duan apartamentin me këtë çmim të ulët se sa ka dhoma. Përpasoj, shpërndarja bëhet krejt tjetër, ndoshta përmes rregullit kush vjen i pari, ose përmes njojeve, dhe jo domosdoshmërisht tek ata që kishin çmimin rezerv më të lartë. Kemi parë tregun e lirë, monopolet dhe kontrollin e qyrave. Po si mund të krahasohen këto në mënyrë objektive? Këtu vjen hapi i 6 dhe i fundit i analizës son, eficienca Pareto. Ky është vlerësimi absolut. Eficienca Pareto do të thotë që e kemi shtrydhur potencialin e tregut në maksimum. Arrihet vetëm kur është bërë absolutisht e pamundur të përmirësosh gjendjen e dikujt pa e dëmtuar një tjetër. Nëse ekziston qoftë edhe një mundësi e vogël ku dy persona mund të shkëmbejnë diçka dhe të dy të dalin të fituar, pa i bërë keq askujt, atëherë ai treg nuk është ende eficient. Nëse aplikojmë këtë filtr strikt mbi modelet, shohim diçka shumë qartë. Tregu konkurrues është eficient sipas Paretos, monopolisti diskriminues, edhe ky teknikisht është eficient, pasi asnjë apartament nuk ribosh, pavarësisht se pronari merr gjithë fitimin. Por monopolisti zakonshëm nuk është eficient, sepse lejon dhoma boshe, ndërkohë që ka njerëz të gatshëm të paguajnë. Një lloj edhe kontrolli i qiras nuk klasifikohet si eficient, pasi nuk arrin t'i shpërndajë apartamentet pikërisht tek ata që i vlerësojnë matematikisht më shumë. Gjithçka analizuam deri tani u bazua te një themel i hekurt. Në afat të shkurtër, numri i apartamenteve nuk ndryshon. Por kjo ngre një pyetje thellësisht provokuese. Çfarë ndodh në afat të gjatë? Cili nga këto institucione ekonomike do të garantonte eficiencën Pareto kur rregullat ndryshojnë dhe fillojnë të ndërtohen pallate të reja? Kjo e transformon makinerinë plotësisht. Është një piknisje e jashtëzakonshme për të kuptuar forcat që ndërtojnë botën ekonomike ku jetojmë. Faleminderit për ndjekjen e kësaj analize. Shpresojmë që ky shtjellim të ketë ofruar një lente të re dhe të mprerë për të parë ekonominë përreth nesh.